Përshëndetjet në fitore në fazën e tretë profesor Urini. Faleminderit. Pak e vështirë, por E vështirë. Po tjetër që e meritum dhe në pjesën e dytë ishim pak më të kthjellët, mund të shënoshim edhe golin e dytë, pavarësisht se i la me Ignatis çarkullimin e topit. U rujt me mjaft mirë në fazën mbrojtëse, nuk na rrezikunin përveç disa gjujtjeve nga larg, ishim djemë vujtën, por disiplinën në fund e kishin maksimum kjo është gjë që më gëzon dhe natyrisht një ndeshje e tillë me kryesuesen. Gjithmonë të rëndësishme janë 3 pikë këta ndeshje, nuk është se duhet mu luajt shumë, duhet mu fitu, sepse janë të rëndësishme pikët. Është një lloj konfirmimi profesor kjo fitore nga Ignatian për vazhdimsi. Dhe mu më gëzon fakti që lojtarët e damtuar po kthehen. Normalisht nuk janë në gjendjen e tyre që duhen me kanë, por derisa s'kan dhimbje, kanë bërë stërvitje me grupin, kjo është ajo gjë që më gëzon. Thashë janë të rëndësishme pikë, sepse forma e tyre do rritet nga dita në ditë, por ndeshjet janë shumë shpejt dhe duhet kemi shumë kujdes me ngarkesat, sepse thash vijnë nga dëmtimet, po marrin gjendje, nuk duhet i sforcojmë të fusim para kohët në lojë, sepse mandej dëmton shumë. Sa rëndësishme është edhe në aspektin psikologjik, profesor, kjo fitore ndaj Ignatios, duke qenë se keni dëshmuar superioritet në 3 sfidat me këtë kundërshtar që mund ta keni sërish kundërshtar në final. Jo, ne faktikisht me kundërshtar direkt kemi pas jemi më nelt, si më them edhe me Dinamon jemi njësoj, me Ignatin jemi më mirë ne, me Elbasanin jemi barazim, ne kemi lënë pikë me ekipet e tjera, por thash, shumë e rëndësishme është kthimi i lojtarëve në formën e tyre. I presim, kanë rritje shumë, sepse ne shohim edhe parametrat fizik mas lojës dhe gjatë stërvitjes që i monitorojmë. Janë rritje e sipër, them që shumë shpejt ata do rrisin te pikat maksimale që të kthehna aty ku ishim pak më në fillim kampionatit ose në fazën e parë. Gjithsesi thash, më gëzon që po shkojnë tek ajo formë që ata kanë pas përpara. Përveç pikëve sa pam dhe një rikthim burie, agresiviteti, dëshirët të lojtarëve për të fituar. Këtë agresivitet, dëshirë lojtarët e mi jo se nuk e kanë pas. Për thash, gjendja fizike, mas damtimeve të shumta që kena pas nuk ta lejojnë për me bua, sepse mendja dhe forca janë 2 gjëra, nuk mundesh me kanë i gatshëm, sado që ti jesh i mushur dhe ti jesh në kokë për me bërë një gjë të tillë kur gjendja fizike mungon atëherë duhet edhe çalojmë. Kështu që sot unë s'kam pas kur dyshimet e dëshira dhe luftat jemve, thash duhet me u pajtu fatit që kishim përpara, me gjitha të dëmtimet që kishim, tash s'na merr gjatë të rekuperojmë forcat, sepse kampionati është shumë shpejt. Patet pak sa ndryshime në emrin e formacionit, Bismarck në minuta parë, Kastrati e nisi nga Stoli. Pikërisht, janë lojtarë që unë kam thënë edhe në fillim kampionatit që këto lojtarë janë gjithsecili për me hime luajt nga fillimi dhe vehem vështirësi. Unë shaf cilët janë më mirë gjatë javës, mundona me përshtatë edhe kundërshtarit, kështu që çdo ditë më tepër ata po vinë, çdo ditë më tepër do të vënë vështirësi kemë fut nga fillimi, por gëzohem faktit edhe jam i bindur si unë edhe çdo futbollist nuk e ka të rëndësishme kush luan, kush nuk luan, por të rëndësishme e kanë kush fiton nesh. Apo e shikon skuadra mundësin për të ndërhyrë në merkato? Jemi dhe presim. Ishim me një lojtar tjetër pak ditë më përpara, ishte pothuajse kryme, u largu te një ekip tjetër, nuk s'du më dhënë emrin, megjithatë presim edhe një tjetër këtë ditë, edhe merkaton e kemi të hapur. Kjo është e rëndësishme, presim në një që do nga data 20-21-22 presim në lojtar tjetër, gjithsesi duhet jemi të vëmendshëm kemë marrë në lojtar që na shërbejnë. Çfarë reparti profesor keni më shumë? Po tash me thonë të drejtën, ne po sulmojmë edhe pjesën e mesit fush sulmit, por edhe një përforcim mbrojtje do të na kishte bë mirë. Dhe diçka tjetër, kolegu juve të Aner Ignatios këto pak janë ankesa për gjykimin. Pse nuk e kam ni, unë di që u bëj loj fair play në tana drejtimet, nuk e di këta ankesat e gjykimit, janë bërë në motë të shtisoj humim. Unë s'po është një gjë që mundëm i thanë Albir Biles, nuk e di, e ka gjyku ashtu, unë ta kanë me po ekipin tem, lojtarët e mi. Ndeshja? Ndeshja e fort, mas 4 ditëve, lusim kundër Dinamos, ekip shumë i mirë, ekip që është aktualisht sot është një pikë mas nesh, por mundet nesër me barazum, me fitu, mund t'jena prep aty, jena 2 rival direkt që
luftojmë për trofe, do jetë në ishe e fort, do bëjmë maksimumin, ashtu si që ishim sot, bashkum, ashtu do të shkojmë dhe në Tiranë, mandej Zoti e din si me loja. Edhe ne e ju.